Ne patëm dhe takime të rëndësishme me drejtues të komisioneve, me personalitete, drejtues të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës. Takime në cilat ne gjetëm mirë kuptim të plot. Jehona e protestë ishte e fuqishme. Pritej nga miqtë tanë proteste e dytë, po me aq insistim sa që pritet nga të gjithë opozitarët shqiptarë. Dhe unë jam këtu për të dënuar me forcën më të madhe aktin e Edi Ramës, aktin puçist, në të cilin ai blokoi, në të cilin ai për të mbrojtur veten e tij blokoi parlamentin dhe nuk lejoi shqyrtimin e dosjes. Qytetarët do flasin shumë shpejt dhe ne do informojmë për protestën më të fuqishme që ka njohur Tirana dhe Shqipëria në ditët në vijim. Opozita është në këmbë, është e vendosur të përballet dhëm për dhëm me këtë regjim të turpshëm, me këtë regjim kriminal, me këtë regjim kleptokratik, me këtë narkoregjim. Ndaj dhe ftoj opozitën dhe opozitarët, ta vazhdojmë këtë betejë gjerën fitoren tonë. Shpresa e vetme është opozita, dhe ajo nuk do zhgënjej. Faleminderit. Osman Stafa, News 24. Zoti Berisha, në datën